Ujërat termale të Bënjës çdo vit tërheqin mijëra vizitorë vendas dhe të huaj. Një tjetër atraksion turistik në zonë është edhe Ura e Kadiut, monument kulture i kategorisë së parë që pozicionohet në të hyrë të fshatit Bënj në një harmonizim të bukur me ambientin rrethues. Kreu i qeverisë përmes një pamje në rrjetet sociale të kësaj ure thekson bashkimin e madhështisë së natyrës me atë monument kulture. Fotografuar në konkursin Wanderlust in Albania 2, Rama e cilësoi këtë një tjetër perl të ton. Konkursi ndërkombëtar i fotografisë dhe videove Reels Wanderlust in Albania është rikthyer për të ditën vit për suksesin e edicionit të parë, duke zbuluar bukurinë e Shqipërisë përmes syve të vetudhëtarëve dhe vizitorëve në fotografi dhe video Reels, që ata kanë realizuar gjatë udhëtimeve të tyre në Shqipëri. Fotograf dhe videograf nga Shqipëria dhe 36 vende të botës sollën edhe këtë edicion imazhe dhe filmime të mrekullueshme që shpalosin Shqipërinë përmes bukurive të natyrës dhe trashëgimisë kulturore historike. Një prej tyre ishte edhe fotografia e Urës së Kadiut, e njohur ndryshe si Ura Osmane, e cila është ndërtuar në mesin e viteve 1700 dhe ruan edhe sot funksionin e saj. Ura ngrihet mbi një hark të vetëm me hapësirë drite 6.4 metër, që merri harkut përfshirë edhe arkivoltën ka trashësi 70 cm. Arkivolta shkel në dhëmb 7 cm mbi harkun e poshtëm të ngritjes së urës, ku është marrë parasysh ngushtica minimale e përrojit si dhe fortesa e brigjeve, duke ndërtuar në pjesën më të ngushtë dhe duke u mbështetur në brigjet shkëmbore të qëndrueshme. Në pjesën qendrore të arkivoltës janë përfshirë 4 kolona të vogla prej shtufi. Punuar e gjitha me gur nga mjeshtër vendas, ajo tërheq vëmendjen edhe nga ana estetike.